Historia ime. Ndërsa të gjithë shpresojnë për një jetë të lumtur për gjithmonë me partnerin e tyre, kjo nuk u ndodh gjithmonë. Pikërisht këtë e kuptoi një nuse pasi burri i saj e la vetëm 24 orë, pasi ata kishin shkëmbyer betimet përpara miqve dhe familjes. Duke treguar këtë histori të tmerrshme, kushërira e nusës shpjegoi se kishte marrë pjesë në një dasëm luksoze midis dy të dashuruarish të fëmijërisë në të 20-tat e tyre të mesme, dhe se kjo histori dashurie tani shërben si paralajmërim për ata që i njohin. Duke i u përgjigjur pyetjes, njerëzit që kanë lënë partnerin ditën e dasmës, çfarë ndodhi? Në Reddit ajo tha: fatkeqësisht rasti që unë njoh ishte ditën pas dasmës. Dasmë e madhe e bukur me mbi 250 të ftuar. Çifti dashuruar që nga kolegji në të 20-tat e mesme, prindrit ishin në të njëjtin rreth shoqëror në një qytet jugor. Ishin fetar, kështu që u bë një punë e madhe fakti që ata pritën. Pasi u ulën në avion për të shkuar në muajin e mjaltit, dhëndri i u kthye gruas së sapo martuar dhe thjesht i tha: ky ishte një gabim. Ai më pas u mbyll plotësisht dhe nuk i foli më asaj, shtoi kushërira. Ata zbritën në Tahiti, ajo u kthye me fluturimin e radhës në shtëpi dhe sipas historisë, ai qëndroi në suitën e muajit të mjaltit dhe fjeti me disa gra të ndryshme. Pastaj një muaj më vonë, ai u kthye duke u penduar, por ajo ishte shumë e turpruar. Ajo kishte kaluar muajin duke kthyer dhuratat e dasmës, duke shkruar kartolina falënderimi dhe duke u përballur me pasojat, ndërsa ai festonte. Kur ai u kthye përfundimisht, thuhet se dha disa justifikime për sjelljen e tij, përfshirë se nuk ishte gati dhe ndihej i detyruar. Ata morën anulimin e martesës dhe tani sipas të gjitha gjasave është shumë e sikletshme në takimet e ish studentëve, shtoi ajo. Ajo tani është e martuar dhe ka 3 fëmijë të bukur, kështu që mendoj se ai i bëri vend personit të duhur në jetën e saj. Nuk e di kur çfarë ndodh pas dyerve të mbyllura. Ajo që duket perfekte nga jashtë, mund të jetë krejt ndryshe për njerëzit në marrëdhënie. Historia ime.